Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit DTV Media, e veçanërisht për shikuesit e Dita me ne, po takohem edhe sot si çdo herë tjetër, si çdo pasdite tjetër me mua Diorën. E sot faktikisht do të ndajmë një bisedë shumë të këndshme, pasi që kemi të ftuar një talente, e cila po shkëlqen në një moshë shumë të re. Është fjala për 14 vjeçare Nazifa Ademi, e cili po duket që me talentin dhe pasionin e saj për artin, po e të i kalon edhe moshën që ka. Ajo që shë përmenda është vetëm 14 vjeçën, po besoj që duke surfua aty në, sidomos në rrjetin social në TikTok, ju kanë ra në sy disa çanta mjaft unike që ajo i bën vetë me dorë, për ndryshe do të nga të regoj edhe më shumë Nazifja, sepse kemi të ftuar sot në emision. Nazifja, faleminderit shumë që ke gjetë kohën edhe ke ardhur me na tregu pak edhe na ke pru edhe çantat. Edhe ke ardhur këtu me na tregu pak shumë edhe për pasionin edhe punën që e bën. Faleminderit shumë as por edhe për ftesën edhe për mundësinë që ma keni jep me tregu se çfarë pune e bëjone. Siç edhe ti jam Nazifa Ademi, i kam 14 vjet, VIP i fshatit Brevënish Komuna e Mitrovicës, edhe i bëj këtu çanta me shumë pasion edhe dëshirë, edhe në fillim ja kom nisë si një hobi, po tash Po edhe si puna. Okej, po besoj që nuk je lodhë edhe pse pak të kishura rruga pak ma gjatë. Kështu që jena të relaksume për me po një intervistë të mirë bashk. Je vetëm 14 vjeç, po faktikisht je të bo një artë të tëndim, po theme, po mundemi me po edhe këto. Qysh një nisin dështë krejt ki pasion? A ki pas gjithmonë dëshirë ti me umar me diçka, me dizajnu diçka, me kriju diçka vetë, edhe tregona pak edhe rrëdhë kësaj pjesës, qysh ka njësë gjithë shka? Unë pitë që më kone vogël, kom pas qef me kriju senet ndryshme, kom bo vizatime për dizajn, fustona, që sot faktikisht nuk e di ku i kam, ama shumë të bukra i kom bo dhe pse jam konë në mush edhe ma trese sot. Mas hanej më karo ideja për men me maru çanta, edhe kom fillu me maru, edhe pse u konë pak vështirë, disa kom fillu, disa i kom gjetë materialet, disa i kom bo që shkum doshtën qështë. Okej, do më thonë, gjithmonë ke pas dëshirë me marrë me dizajn, diçka me artë, dhe pse mjaft e re në mosh. E përmendet që fillimit, sidomos fillimet janë edhim pak ma të vështira, disa të mësohësh. Sa i ke pas ndështa në fillim, sa ka zgjatë krejt procedura me e bo një çantë dhe ndështa me të fregu tashtë për sa e bën, sa ka ndryshu ndështa me fillimet? One, kur ja kom nisë, mas pare e majmen u konë nëntori 2023-ës, që ja kom fillu mi ble rruzat, edhe pse nuk i kom gjetë tana, i kom ble rruzan që jënë konë shumë pak edhe që nuk më kanë dollë për një çantë. Masane tu fshu, tu i lyp, tu hullumtu për çanta, i kom gjetë me një vend Mitrovic, ama tani edhe ato ka pas shumë pak, nuk mujtë mu furnizu me qatë shumë, edhe pse tani ja kom nisë, i kom pa një shqitore, ose një dyqan ku shesin çantat e njëjta. I kom pyet, fatë mirësisht më kanë tregu se ku i blejnë rruzat, edhe masani ja kom fillu. Njanar e kom hop faqen tem në Instagram për herë të parë, edhe kom fillu me i postu çantat e mija, edhe çantat në fillim kër i kom arru 2 det, një, parafërsisht 2 det. Normal po, a? Po, normal. Disa edhe kom su, më ka donë bat buta, i kom prish, i kom hidis disa herë. Edhe në fillim nuk më pas shumë rruza, tash kam rruza vlet. Tash krejt, po besoj krejt doma jote është rruza. Po, vle doma për dhe shpia, krejt anant. Apo të ankojnë ta shpisë? Po, mami, si të mësë. Qështë, tash për afërsisht për një dit e marrë një çantë, për 2 tur, nëse ma e vogël. Sa kiko se ti vjen edhe shkollën, po ashtë më ndit do të nga të regësh pak edhe për mësimet, po gogja ma shpeta, sepse një çantë më kriju në një dit, asë pra fabrik ndështë da. Okej, sa çanta i ki gjithsej, apo si ki numru halo? Nuk i kom numru, ama
shpe, i kam dikon 10. Okej. Do me thonë, e ki hapë ma ndej faqën e Instagramit, po ne mundemi me të pa shumë edhe në TikTok, ku po besoj aty hala ma shumë është edhe koreshtja dhe interesi. Sa po janë të interesu me vajza, sepse ne i dim që këto çanta janë unike dhe nuk munden me u gjetë për shembull në për dyqanet e tjera, sepse janë edhe të punuara me dorë, çka i bën hala ma tërheqëse edhe për vajzat, po besoj. Masi që e kum hap Instagramin, kum vendos, mas një kohë shumë shkurt, kum vendos me hap edhe TikTokun, ku në TikTok kum pas shumë ma shumë shikueshmëri edhe shumë ma shumë interesim prej vajzave. Qysh e the edhe ti nuk mundën mu gjetë në gjitha vendet edhe janë shumë unike, i marohen me dorë. Po, sa ndështë është e lëdhshme kështu si proces, sepse na e dim që tash edhe përqëndrimi nuk e kena shumë të mirë me teknologjie, me gjitha këto, po është goxha e lëdhshme, a, Nazife? Po, edhe pse unë e kam e najtë të ditën ullë, ama ullë e dina tonë që me najtë ullën pihet njëri, edhe është goxha e lëdhshme, ama e ka lej kohën, shqyri edhe filma, tu i maru tash, nuk po kam nevoj nashta me këqyri gjithë punimin, po këqyri filma, po këqyri pëngoj Me kalon kohën diçka, ti të ngunë sfënd, a? Krejt po i shohim që janë krejt të ndryshme çantat me njëra tjetrën. Ku të vjen është ta motivi me i bo, sepse përveç që do të me di qysh me i bo dhe më konë edhe kreative, ndërsa ku e gjenë Nazifja këtë motivin për me i bo çantat? A inspirohesh dikon, shë diçka që të pëlqen, për shembull për këtë çantën me zemër, ndërsa mund është me naj fejs shumë Valentinës e diçka? Unë inspirona mas shumë të Pinteresti, atu kam shumë çanta që i ku marrë prej atujt, nështë anaj një ka pos nëj model tjetër, ka pos ruza tjera, nështë anaj një u konë me perla, që për shembull kjo e zeza u konë me perla, unë e ku mbo me ruza katrore. Po, mas shumë të inspirona prej Pinterestit edhe Instagramit, se në Instagram ka mundet me gjetë njëri ma shumë material, e në TikTok ma pak. Po, cila është një prej çantave që ty të pëlqen mas shumë, po që i ka pëlqy edhe qikave të tjera, ose audiencës, po themi? Po, unë e kam një është me kristale xhamit, që nuk e kam sot me veti, është e vogël, ama është tepër, është unike. Ama unë pëlqen edhe kjo këto, është shumë e thjeshtë edhe për diçmëri, edhe për naj event, edhe po. Sidomos këto jam ndështë edhe pelat edhe krejt këto, sidomos posaçërisht po themi për evente, ku nështë e kena ma të vështira ato çantat e zakonshme, nuk na përshtaten shumë e veshjen, outfitin kështu që me pas një çantë që shto, besoj që krejt vajzave ju duhet në sirtaret e veta. Qëfar çante për shembull na sugjerane? Përmendet që kjo zeza është ma shumë edhe për përditshmëri, këto tjera ndoshta për festa, për evente të tjera, për darsme. Atë pyesin kështu për shembull çfarë çante po ma sugjeron ti ose çka mundesh me bo? Nëse keni në event, për shembull darsma, unë ja u kisha sugjeru që ato të bardhën, që atje me kristale edhe me ruza të bardha. Jo, po ma vën me sy. Edhe, që shë përmena edhe me heret, është një me kristale xhamit, janë të bardha, prapërsisht që kënë gjyra këtu e të i dëkshme, edhe ajo është shumë e bukur. Me kristale xhamit, zakonisht janë tepër të veçanta dhe tepër të bukura që në për evente me ato këshin shkëlqyse edhe shkëlqin shumë kur t'i bjen drita, në terë, shkëlqin tepër shumë. Po, tash e kena edhe këtë sezonën e verës, që janë darsmat, janë këto ahengje që bojnë edhe po besoj që krejtve në nevojitet të pak të një çantë të tillë. A ka ndonjë vend të veçantë apo në dhomë i punon krejt Nazifja? Në dhomën tonë dhe ulesh atyre, hatohesh? Po, në dhomë ditës, në balkon, verës, kur të është fladë, do me thonë gjithkon, pa marrë parasysh edhe kur shkoj dikon me najtë për shembull të dojtë, unë e gjithmonë... Nuk rren këtë, a? Po, gjithmonë shkoj me ruza. Me ruzat e tua, kështë paketa. Okej, kam përshtypjen që edhe shumë prej shoqeve ose familjarve ju ka interesu shumë puna, po besoj që kam pas kërkesa edhe prej tyre. Qa kanë thonë ndërsta shoqet kër i kanë pa fillim me çantat, edhe ndërsta ato kanë kërku pse jo që edhe te me punu një çantë prej tyre? Po, shoqet i kam shumë supportuese, shumë supportojnë, edhe sot kër ku marrë këtë, dhe në moment fundit jenë kanë me mu, edhe gjithmonë më kanë supportu, edhe pse na jena pak dvogla, tash në klasë 9 nuk na vynë edhe qatë shumë çanta, ama besojnë që të ardhmen, ja këm ja u bo një dhurat,
ja, nashta kanë me bli vetë. Patjetër. Po ndalemi pak edhe ndoshta tek mbështetja, sepse ne e dim që na nevojitet pak edhe me na ndihmu dikush, me na mbështet. Kush mendon ti që mas shumë ti të motivojnë për me vazhdu punën? Mami, babi, vllaznia e kështu me radhë krejt, ama mas shumë ti mami. Ja e ki bua sajna i qanta halo jo? Mami i ka tënat. Krejta mundet mi marra, a një luma jo? Po, mami më ka supportu se mami jam punën me grep, punën me krabza, kështu që në kanë atëherë ma herët në trend. E më ka supportu për ditës të parë. Unë e prej që ku menu me ba mja fillu, mami më kanë gjithmonë për krasë e jemja, pastaj kur e ponë edhe këta tjerë që pi marrojnë bukur, janë nësën, bile, atë të shpisë babi, mami, vllaznia më thujnë, veç që të milion ti për të bukur asë lima. Do me thonë pak a shumë, i ke përngjoha edhe mamit edhe të ka pëlqy edhe profesioni saj që po, edhe ndështë edhe aty pak e inspiru edhe prej saj, po që gjithmonë a vynë edhe mbështetja, sidomos e prindërve, familjes, për me vazhdu tutje. A mendojnë që gjithmonë ki me vazhdu qoftë me u marrë me dizajnet të tilla, apo ndështë edhe e shë vetëm si pasion, që ndështë edhe të ardhmen, pse ju ndështë më shmë marrë me diçka tjetër, por edhe me punimin e veshjeve, e çantave. One mendoj me vazhdu, edhe tash edhe pse kam mu orientu një karierë, mendoj se me shku mjeksi, ama nëse s'muj me shku mjeksi, gjithë e kam si opcion dizajnin, edhe që dizajnin më pëlqen shumë, edhe kam qef me shku në dizajn, nëse s'muj mjeksi vetë. Okej, ani dy rrugë të mira, po se cila që të bjen është për ty një është rrugë fituese, sepse edhe në dizajnit përshtatet akoma më shumë edhe mjekësia që po besoj që e dën kështu me zemër këtë rast, se përmendet që je edhe në klasën e 9, apo? Tregona pak a është e vështirë, ndoshta për një vajzë kaq të re në moshë, që po ashtu vetë shkollës, obligimeve që i ka në shkollë, sepse dhe aty besoj që je shembullore, normal. Sa është e lëshme për një vajzë 14 vjeçare, që mu marrë edhe me shkollë, mandej edhe me punimin e çantave prej dore? është pak e lodhshme, është pak e vështirë, se normal mësimet, tash e kemi edhe testin e arrishmërisë, është pak e vështirë, ama e gjej kohë gjithmonë. Ka herë nuk po punoj hiç, po bi po flej. Ama po, gjithmonë çdo ditë punoj, është goxha e lodhshme, me shkollë, me mësime, me... E përmendit që tash i ki edhe ndoshta këto testet, është mandej semi-matura në këtë rast, a e keni semi-maturën? Jo. Nuk e festojnë, shumë kaq, sepse kishe pas shka me marrë me veti atë. Matur, kismet. Ok, kështë që në matur, kismet. Qështë e kalon një ditë të zakonshme Nazifja, kur qosh, deri në momentin që ndështë bje me flajt, a ka pas në moment që i lodhë shumë edhe që ke thonë, nashta s'po moj me vazhdu ma dhe me çantat ose diçka. Se këti kena po besoj ka një moment që thojna jo, po tani nesër zhjohemi dhe vazhdojmë apet njëjtë. Unë zakonisht zhjohem, shkoj në shkollë, vi prej shkolle, se një farë që ja nisim mas shkolle, normal marrë i çanta, mas një kohë 2-3 orë, vazhdoj i kry detyra. Tani qatë kohën që më ka metë, punoj apet çanta. Ok, kështu që pas shkollës e ki një lloj kështu si kohë për vetën, më duket edhe një lloj terapie, që e ki kështu për vetën, se tani aty edhe mendon edhe shfryesh edhe krejt. A ka pas si momente ndoshta që ke thonë ashta po lodhna, pse jam të vazhdu ose diçka, apo normal ke kështu rrugën? Po normal ka pas momente, po prap jam kthy, edhe e kum pa që po ma dënë, po kom qef edhe me vazhdu, normal, mos më nërë. Ja, vetëm me vazhdu. Po, normal. Po e shumë, sepse unë e përmenda edhe po e përmendin, ndoshta vazhdimisht edhe gjatë intervistës, pëlqimet dhe sosa po pëlqenë edhe çanta, sidomos në rrjetin social, në TikTok, cilat kanë qenë disa prej komenteve, ndoshta që të binë mend, ose a shkruajnë kështu vajzat hiç për çantat që ju pëlqejnë? Unë shkruajnë kam komente edhim plot, shumë bukur, veç vazhdo, veç suksese, valla edhe një kisha njësë,
Që së senë është. Okej, sa t'inspirojnë këto kur ishe që për një me puna jote është u pëlqy edhe dikush i pëlqen çantat e tua, po besoj që edhe është një farë motivimi, a? Po, më inspirojnë tepër shumë. Çdo kush ma jep një mesazh të mirë, më inspirojnë tepër shumë. E kështu mesazhet të këqija s'besoj që ke pas, sepse s'kan qa me thonë për çanta kaq të bukura. Normal, kum pas edhe mesazhet të këqija kam bëj gare me mua, ama nuk i kum ndëgjojna. I njërojna gjithmonë. Normal. Okej, e përmendë pak a shumë edhe supportin, mbështetjen krejt, mirë po ti e sheh edhe si profesion në të ardhmen. A ke dëshirë edhe diçka tjetër me kriju për pas çantave, apo kishe qëndru vetëm me çantat? Çka të më vjen men, për shembull, une ku marru një bluzë me grep. Okej. Është shumë e bukur, nuk e kam vesh sot, ama tepër e bukur, e unë pëlqen shumë, mendoj që edhe nëse kam shitje edhe me grep, se jo. Me vazhdu diçka, çka të lidh me, qa më lidh me dizajnin, kam qef me vazhdu. Okej, pse nuk na ke pru bluzën? Atë më kanë dimu pak edhe mami. Okej, po, nështë aty të mësu, pa dyshem, mandej, nesër mas nesër, ndesh edhe vetë. Me gjithë se ne kishim pas dëshirë me pas mandej, edhe me pas që shpoponon me grep. A është e vështirë? Jo, masi që të mësosh, mas një kohë nuk është heq e vështirë. Po, me gjithë se po mdokësh edhe vetë kështu shumë ka po foj shumë pasionante, si dhe mos rreth punimeve dhe grepit dhe krejt dizajnit, e që është mjaftë ndoshta e rrallë për moshatarët e tua, sepse pa i gjykua, sepse krejt jemi tua anu, ma shumë ka kjo bota e teknologjisë, rjetëve sociale, gjithë shka e po mdokët që pikrish ndoshta punimet me dorë, hala duhet më vlerësu edhe janë pak më të vështira për themi. Sa ndështa i jep koti për shambull për me punu me dorë, atë lodhën durët apo jo? Pak po, ama ma shumë shpina me thonë se unë bjen ka herë mu gërbov pak ma shumë. Që me shpinë nuk i kena pun të mirë? Jo, edhe bashket. Për një ditë, më thotë që e bën një çantë. Varsisht edhe prej madhësis, ndoshta edhe prej punimeve. Cili është punimi ma i vështirë? Që kjo po më duket shumë unike që e ka mo aferon, e? Zakonisht janë qëto çantat me kristalet xhamit, se kristalet janë shumë delikate mu punu me to, se për një moment si tjetu punu vështu këputët gloko, edhe du të mi hek ruzat që a i ki, mja njës prej atu ku kem bet, mja njës apet se s'ki qësh me lidhë glokën. Okej, është ma e vështirë. A ki pas qëto raste, për shambull, kur është dash prej fillimit, ndërsa? Po. A nervozohesh? Apo e ke marrë kështu me sportivitet? Kam shumë çanta që i kum hidis, i kum prish, që ja kum bo një fatë, tani mas 2-3 ditëve i kum prish, edhe mami gjithë bat nervoz, po pse mu i prish? E pse, a ke qef gjithë shka mu konë kështu perfekte? Po, perfekte kam qef me konë, gjithë shka, se kur te merë dikushën nuk kam qef me thonë, që të ma pas ka lanë keq. Edhe nëse është çanta për shembull shumë e butë, one apet e prishi e shtrengoj mirë. Po pëlqen jashtëzakonisht shumë edhe këto mini bags, mini çantat e vogla. Ndoshta edhe pak inspirime edhe prej dizajnatorëve kështu të huaja, të famshëm. Ku mund të vimi përdorë këto mini bags? Këto mini bags, për shembull në për evente, ideja jam u kone për në evente se dikush më në të me marrë dhe me ecë, me të ndrumë, ama këto në për evente për shembull kanë gjegje, me to vinë edhe do çokolada, mirë se vinë për shembull kanë gjegjen e donës. Okej, kështë që një mirë për jau jep, atyve që kanë me u martu. Hinë që të mrena, po. Tani gjithë së vetë musafir nëse veç dojnë. Okej, shumë idejat mira për në jep edhe kështu për vajzat që veç që kanë organizu, e kanë planifiku, që kanë me u martu këtë veç, është një ide shumë e mirë, që munden me bo dhe ato dhe diçka ma ndryshë, ndështa se ajo që a jemi mësu me po në përdiqmëri. E dim që ndështa kërkesa do të ketë edhe më shumë, Nazife, edhe kur do që e zhvillohen akoma më shumë artin tënë. Mirë po, deshta me të pytë, cili është një artist që kështë dasht me punu ti dhe ja kështë bu një çantë kështë për qefi? A ka dikush që kështë ke dëshirë me punu për ta? Tajna, kam qef mja dërgu në dhërat, pe që ja ka njës me knune, gjithë unë jëmë kam fonë që e sajna. Okej, kështë që tajnës, qëfar çantë e kështë bu për tajnën? Me kristale. Me kristale. Sa ma dveçantë. Sa ma dveçantë, dhe kështë përdorë pëse jo në ashta.
mundemi me pa tajnën me punimet tua, kështu që asnjëherë nuk i dihet. E përmende një ëndër tëndën, po edhe një pasion tëndin, mjekësia, dizajni. Cilin e kishe zgjedh prej këtyre? Nëse jepet kështu mundësia si që poezojmë që pranohesh te dyjat. Me kënd kish shku, Nazifja? Mjekësi. Me mjekësi. Okej, po e luajmë si pasion, a? Po. Çka të pëlqen të mjekësia më shumë? Pse ju orientu diçka ndryshe po mduket prej asaj që po e bën? Po, mjekësia mi ndihmu njerëzve sa më shumë edhe unë pëlqen kështu si orientim. Mi ndihmu njerëzve që thash. Gjithmonë të ka pëlqyer kështu apo tash? Gjithmonë. Gjithmonë më ka pëlqyer mjekësia edhe pi që më kanë e vogël. Gjithmonë pse është një rrugë shumë e gjatë, a? Okej. E ki bo plan ndoshta prej që je kon e vogël apo e ki edhe ndaj shoqe kështu që keni dëshirë me shku bashkë ose? Po, edhe prej që më kanë e vogël ama edhe me shoqen e ngushtë e kena bo plan, nëse veç mundu më regjistru. Okej, çfarë po thot ajo? Po thot vazhdo me Po, ajo është love you. Ato e kam. Përshëndesim, çfarë ka emrin shoqen? Elisa. Elisa, e përshëndesim. Erisa, fal Erisa, se t'ga edhe Gresa. Erisa Gresa se tani thonë se s'm ke përmend. Se përmend edhe mua. Mirë që i përmende. Po hamënsoj kështu që edhe ndoshta jo vetëm shoqet e ngushta, po ka edhe është një familjar edhe të afërm që i kanë pa punimet e tua. Çfarë kanë thonë ata? Shumë mirë. Ka prej familjarve shumë kanë porosit çanta ku marru verën ku marru çanta. Kanë porosit tepër shumë. Krejt ju kanë pëlqyer tepër shumë. Veç vazhdo. Veç mos puno gratis për familjar. Jo. Aty këto thëna një, sepse... Na i dhurat për ditëlindje. Okej, aty këto na i dhurat. Po e qëtëncionojmë pak ndoshta edhe situatën. Deshta me të pytë, edhe pse jemi drejt minutave të fundit të intervistës, çfarë mesazhi ke për vajzat që ndoshta kanë dëshirë kështu si ti, me fillu, pse jo me u marrë me çanta, me krijimin e diçka pundore, po themi. Sa është e vështirë dhe ajo kishe sugjeru ndoshta vajzave që kanë dëshirë? Po, unë ja u sugjeroj kush ka dëshirë, dyqysh, edhe nëse mendoni që nuk mundi me bë, veç vazhdoni se për një me është një sen që kur të mësojsh mon nuk kime pas problema me ta psione, për shembull. Edhe mos si ndëgjoni komentet negative, veç sa ma ka pozitive. Veç pozitive. Sa është dashtë, sa të ka marrë kohë ty me mësu ndështa? Një muj, 2. Tani për që ja kum një çantës sport, normal aja nuk më ka dalë bashkë perfekte. Amo prej çantës sport tani, veç e kum ditë teknikën që shken. Okej, a je mësu të dikush, e përmend edhe mamin që është pikërisht, po themi, në këtë lami, apo ndërsa është dashtë vetë me këshyrë tutorial sa? Po, tutorial në YouTube më ka ndihmu shumë. Mas që e kum po të parin e kum su, po normal ka çanta që nuk i kum po në ashtë anajherë, apet i këshyri tutorials që shme maru bile një jafër mjeme ma bon një ditë të e këqyri një tutorial, po të jasë jem su tasha, jam ona, po jam su, po ka i herë. Gjithmonë është me ndjek ndështa hapin. Në qofë se të kishim kërku një qanë shumë ma të madhe ndështa, a i kishe pas problem, apo i përgjigje çdo kërkese që e kanë edhe... Po, edhe nëse unë nuk e kam profil temi një qantë, unë për shembull më me bo, ose pëtë një qantë një ngjyrë tjetër, me rruza tjera, unë gjithmonë më e bëj. Dyqysh është një sen që krijohet shumë letë, nuk është ndaj problemi madh, domethënë. E kur jemi të ngjyra, cilat janë ngjyrat që mas shumë ti qef me punu me to? E zeza dhe bardha, po verët sa që më bënë mbajat, minë që spriqa me pas në i përësi me ngjyrë. Okej, dhe më thonë edhe për verës ma shumë po kërkojnë zë dhe bardha, a kena qështu tendencë dhe këtë vet, apo po shkojnë edhe kanë ngjyrat? Njejt. Që mendojnë? Po mendoj që njejt ka me kanë e zeza dhe bardha gjithmonë mbizotrujnë, se përshtatën gjithmonë me gjithë shka. Pa tjetër, sidomos me zezën, duke që arsyeja që blejmë gjana, çanta të zeza në këtë rast është pikërisht që përshtatën edhe me outfitin edhe në këtë rast shkoj me gjithë shka. Nazmie, po falenderoj shumë që ke qenë pjesë, në qofse edhe diçka tjetër me shtu, pa tjetër na të ndëgjojmë.
Mesazhin e dha po më duket për vajzat, po çka do të më pas ndoshta diçka karakteristike që më vazhdua, do të më konë shumë i durueshëm? Jo, i durueshëm, s'moj me thonë. Më duket që do të më pas nerva shumë. Nerva, po, vëlla, Qaja? tonë ma bojnë, unë s'di që ki nerva me najtë në ditën këtu me... Si kjo është komenti që e merra. Po. Okej. Qështë do të më pas nerva? Sa ma qetë me konë, normal, se për shembull qyshe për mena tuk putët peje, s'ki nevoj mu bo nervëz, dhe qysh veç vazhdo, bën edhe i herë për fillimi, sen që 1 minutë, 2 ma shumë, ose... Që do të me qenë tipi i durueshëm, a je kështë tipi qetë? Apo veç kur vjen puna? Si në mes. Si në mes. Okej, faleminderit shumë që ke qenë sot pjesën e jam kënaqur gjatë intervistës, më ka do kështu një intervistë, ndoshta nuk më ka do një bashkëbisedim që i kemi bë, po të uroj shumë suksese, edhe në shkollë mesme mendon dikon në mjekësi, a? Po. Mjekësi. Po. Që e ke nda menje. Mjekësi, nëse s'moj mjekësi design. Okej, të uroj shumë suksese në çfarë do profili, unë e di që ki me shkëlqy, sepse ki vullnet, ki talent edhe mbi gjitha je përkushtuar, që po falenderoj shumë që ke qenë sot në Dita me ne dhe që i ke inspiru krejta vajzat që kanë dëshirë më marë, po edhe një pyetje të fundit, ku mundemi me gjetë? Sepse te i ke një emër... Zifas Handmade. Okej. Në Instagram, TikTok, po. Që ku do, besoj që i këthen edhe mesazhe Po, shpejt. mesazhet gjithë. Okej. Të gjithë. Krejt ato vajza që kanë dëshirë pse jo ndonjë dhuratë me bo, që është pak ma unike se të tjera, që nuk është diçka e zakonshme që mundemi me pa çdo ditë në rrugë, pa tjetër mundeni me kontaktu në faqet në Instagram edhe në TikTok, po edhe pse jo dhe vera tashmë po vjen edhe kemi kërkesë të madhe, sidomos për çantat të tilla për evente dhe dasma. Faleminderit shumë edhe një herë Nazife, na të urojmë shumë sukses edhe po besoj që kemi më pa edhe herave të tjera. Faleminderit. Shikues të dashur, po besoj që edhe ju jeni kënaqur bashkë me neve, ishte një intervistë shumë relaksuese, që u përmenda krejt në fillim me 14 vjeçare Nazife, e cila erdhi sot nga Mitrovica për të na tregu pak a shumë edhe artin e saj dhe të çantat unike që ai bën krejt me dorë dhe i bën vet pas një ndihmë. Kështu që faleminderit edhe juve që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve nga Ondi Ora pas dite të këndshme.